Është zhvilluar këtë të enjte mbledhja radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës drejtuar nga kryetarja e këtij këshilli Elpiniqi Mërkuri, ndërsa asnjë autoritet drejtuesi i bashkisë i pranishëm. Pjesa zotruese e çështjeve të rendit të ditës me karakter social bëri që 7 projekt vendime të marrin konsensusin e këshilltarëve pozit-opozit, por edhe në këtë mbledhje nuk munguan debatet. Projekt vendimi për dhënje titulli qytetar nderi, Dr. Hannes Svoboda ka shkaktuar debate dhe diskutime në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. Nuk ka rëndësi emri në rastin konkret dhe nuk ka pasur rëndësi emri asnjëherë. Unë flas në parim dhe vazhdoj të flas në parim, po ti nderuar kryetare nuk do t'ja dish fare. Shikon shumicën, votohet, kalohet, punë e madhe vazhdon e njëjta gjë. Këta emra nga dalin më zonjë. E diskutuam me kryetarin e parë dhe tham do ta ndryshojmë çik të komisionin se ne propozojmë emra me vlerë, lihen në pritje se dalin sa fap, ka hiçi, nuk është emri i panjohur, është socialdemokrat, njihet është i majt, nuk ka rëndësi, është njëri në arenën kombëtare, ndërkombëtare, ku diun se çfarë, po të jepte Edi Rama në një titull le të jepte. Unë dua të di një gjë, ky çfarë ka bërë për Vlorën? Dhe pse Këshilli Bashkiak i Vlorës duhet t'i japi titull? Ne kemi plot njerëz që kanë kontribuar, kanë vlera, nuk ka rëndësi në cilën fushë i përket. Ky Këshill Bashkiak më duket se po bëhet, unë ndjem keq që jam pjesë, vetëm qoka, vetëm titull nderi, të marrësh titull nderi qytetari i Vlorës është shumë more njerëz. E kam thënë, e them, po e them, më duket si ata studentët që nuk kuptoni ose s'doni të kuptoni. Unë mesazhin e them qartazi dhe flas më qartë se ç'duhet. Qytetar nderi për Vlorën, a duhet të jenë njerëz që kanë dhënë kontribute për Vlorën, që din diçka për Vlorën, dhe pse me kaq urgjencë, u fut pam pa e ditur, pa u kaluar. Ky komision mund të thënë kush i propozon, për çfarë? Ne nuk na vjen asnjë gjë, ne vetëm duhet votojmë. Mos na silni këtu njerëz, na silni atje nëpër komision, e ti diskutojmë, e ti bëjmë. Ky komision është kështu a priori, thjesht ne duhet të ngrëmë fletën, unë nuk e kuptoj çfarë ndodh. Pse ky komision, që nga kaq i famshëm, që është thënë që e kaloi afatin, ai mund të zgjidhet një tjetër. Dhe ju lutem, zgjidhni një komision tjetër për të qenë. Zgjidhni njerëz me vlera, njerëz partiak dhe njerëz që bëjnë çfarë u thon të tjerët. Dëgjova sekretar i nderuar që ky projekt vendim erdhi si një procedurë normale apo jo, kështu më thatë. Dhe shoh që zoti Fate Velaj ka bërë të propozim në datën 25 shtator 2025. Ka ngelur në pritje, thot komisioni, Gjergji Shaskaj, Ibrahim Skëndaj, Sotish Sefera i Minanaqo. Propozues për Gjergji Shaskën jam unë. E kam protokolluar që në prill. Si ka mundësi që na parakalon fatja me 1001? Po nuk e serë, jo. Dosjen të plot e kanë këta të komisioni se unë për shumë propozuesi s'di gjë, që ta plotsojmë fjala vjen. Si më lëmua ti që në prill dhe s'më thua asgjë. Sot nxjerr asin nga mënga, nuk e dosjen të plot thua. Unë si propozues duhet të vijem në dieni që pas kërka dalin emrat na parakalojnë. Ose të na thonë, ore, ka këtë mungesë, ky projekt vendim. E plotsojmë me njëherë. Nëse ata bëjnë çfarë do qefi, do bëjnë çoka çat them. Por jo vetëm opozita, edhe këshilltarë socialist kanë kërkuar më shumë kujdes dhe vëmendje në përzgjedhjen e personaliteteve që marrin një titull kaq të madh nderues siç është titulli qytetar nderi i Vlorës. Në jetën tonë të përditshme ka plot personalitete pa emër apo pa njohur, pa grada, pa poste, të cilët japin çdo ditë kontributin e tyre në mbarvajtjen dhe mirëqenien e këtij qyteti, në rritjen e brezave, në edukimin e brezave, në aspektin e edukimit, në aspektin e zhvillimit të infrastrukturës, të tjera e tjera. Dhe ne kemi në jetën tonë të përditshme kaq shumë modele për t'i promovuar. Rasti fundit, unë rastësisht kam në faqen e prefektes të qarkut të Vlorës, lexoj emrin e një qytetari që unë do ta hap përsëri sepse nuk e mbaj mend se nuk e njoh këtë qytetarin. Është një zotëri që quhet Nexhip Hyso Lakoj. Ka shpëtuar 27 turistë. Është rasti 27 që shpëton turistët e humbur dhe me sukses. Është një rast. Unë do të marr gjimnazin tim Alidemi, që i gjithë gjimnazi im është për të bërë gjimnaz nderi në qytetin e Vlorës, sepse promovon dhe për ditë nxjerr jo vetëm qytetar të mirë, por nxjerr intelektual të shkëlqyer që kanë dhënë kontributin e tyre në Vlorë dhe jashtë Vlorës. Aty në gjimnazin tim ka nxënës, ka profesionist, mësues të shkëlqyer, ka drejtues të shkëlqyer, të cilët meritojnë që të bëhen nder i qytetit. I gjithë gjimnazi, jo në emër të përvetshëm. Është një propozim i ardhur nga Komisioni Këshillimor për titujt e nderit. Kështu që përderisa është diskutuar dhe sjell nga Komisioni Këshillimor për titujt e nderit, nuk mendoj se ka nevojë për diskutim. Të jepet titulli qytetar nderi i Vlorës Johannes Svoboda si antar i Parlamentit Evropian me këtë motivacion, si kryetari i Komisionit për
Europën Juglindore dhe reporter për Shqipërinë, ka mbështetur integrimin evropian të vendit tonë. Gjithsesi, në mbyllje me votat vetëm të këshilltarëve socialist, projekt vendimi u miratua dhe Dr. Hannes Svoboda, politikan austriak, social-demokrat, parlamentar europian, prej vitit 1996 deri në vitin 2014, u shpall qytetar nderi i Vlorës. Propozimi i ambasadorit në Austri Fate Velaj Svoboda është personaliteti që në kuadër të promovimit të imazhit të Vlorës ka organizuar hapjen e disa ekspozitave me fotografi nga qyteti i Vlorës në Parlamentin Evropian, ndërsa prej vitit 2007 ka vizituar rregullisht disa herë Vlorën, duke krijuar kështu një lidhje të fortë shpirtërore me jetën në qytetin bregdetar.